fakt është një situatë, nuk dihet në fakt situata, siç duket kanë me sprajt zoti Berisha një farë mënyrë, pra kanë qelluar me sprajt punonësit e policisë, nuk preferohet të filmohet dhe sigurisht është në drejtë e tyre. Po janë në mes të protestës, Edison, kam përshtypjen që e kanë të qartë që... Po, nuk na lejnë të filmojnë në fakt, është edhe drejt. Tyre ende nuk kemi sqaruar një situatë se çfarë ka ndodhur, ishin tek zyra e Akshit, pra tek selia pranë Akshit, dhe aty ka ndodhur një situatë mes disa punonjësve të policisë ku është plagosur, siç raportohet në fakt edhe zoti Berisha. A është shëlluar me sprajt apo nuk dihet, në fakt siç duket ndoshta do të shkojë drejt në spital, do të marrë edhe mjekimet e duhura. Ky është makina e zotit Berisha, e cila po vjen në drejtim edhe të zotit Berisha. Shohim se si do jetë itinerari i tyre, por raportohet në fakt të ketë një ose është shëlluar zoti Berisha, ose është shëlluar me sprajt apo diçka e tillë, pra ose është shtyrë dhe është diçka e tillë, pra ka ndodhur, ende nuk ka një informacion zyrtar mbi atë se çfarë ka ndodhur, por siç raportohet paktën deri në këtë momente është ndier keq zoti Berisha dhe siç duket tashmë do të përdoret, do të shkohet për të marrë mjekimet e duhura. Do të shohim në fakt çfarë situate ka dhe si është raportuar situata, për shkak se është ende e paqartë se çfarë ka ndodhur, por ka pasur një tentativë në fakt të punonjësve të policisë duke shtyrë zotin Berisha dhe duke krijuar këto akte dhune dhe për këtë arsye zoti Berisha është ndier keq. Është në fakt nuk na lejnë të filmojmë në drejtim të zotit Berisha, janë vetë më themi bodyguardët e tyre të cilët thonë që nuk duhet të filmohet dhe sigurisht ne do ta respektojmë edhe fjalën e tyre, por ende nuk kemi një informacion zyrtar mbi gjendjen e zotit Berisha aktualisht. Në qartë, Edison, për aq sa mund të themi, sepse siç e the pak më herët, ndoshta do të sqarohet në minutat në vijim ajo se çfarë konkretisht ka ndodhur, po të qenurit në mes të protestës dhe pa diskutime një mbulim mediatik të